Faleminderit shumë që sot jeni këtu. Siç po e shihni, ky është aksioni i radhës i organizatave të shoqërisë civile, me të cilin përmes këtij aksioni protestues ne përshfaqim pak knaqësinë tona lidhur me mos konstituimin e kuvendit edhe gjatë kësaj dite me gjatë do të vazhdoj rutina e njëjtë, seanca e 37 do të mbahet dhe vazhdojmë kemi një blokadë nga gjithë deputetët e kuvendit të Kosovës. Si organizata shoqërisë civile, në të kaluarën e kemi pas edhe një performancë, kemi mbajtur takime me partitë politike dhe kemi shpreh shqetësimet tona për mos funksionalizimin e kuvendit të Kosovës. Dhe ky do të jetë aksioni i vazhdueshëm nga sot deri tutje në çdo të dytën ditë, si do të vinë edhe deputetët në kuvend dhe ne do të jemi këtu për të kundërshtuar blokadën që është krijuar nga partitë politike dhe nga deputetët e zgjedhur në zgjedhjet e 9 shkurt. Ajo çfarë po shohim është që ndonse për gjithë qytetarët, për publikun në përgjithësi, kjo situatë tashmë i ka kaluar gjithë kufijtë e normales dhe është bërë boll, siç po thonë edhe disa prej pankartave tona, të vetmëve që nuk po bëhet vonë, nuk është bërë boll, duket që janë deputetët e kuvendit, cilët me një papërgjësi të plot janë duke trajtuar situatën aktuale si diçka të zakonshme, ndonse situata nuk është e tillë, dhe që tashmë kuvendi shndruar në një cirk të demokracisë i cili po vazhdon me shfaqjen e njëjtë tragjikomike, ku çdo 48 orë deputetët mblidhen për disa minuta punë dhe ndonse po shohim që të njëjtëve pagat po ecin, puna e tyre e marrë së bashku që nga momenti kur është duke u tentuar që të konstituohet kuvendi, mezi arrin 2 orë të plota efektive pune. Prandaj ne si organizata të shoqërisë civile besojmë që është koha e fundit që deputetët i thrasin arsyes dhe që të njëjtit të arrijnë që të kenë një marrëveshje politike, e cila normalisht është përgjegjësi kryesore e partisë fituese të zgjedhjeve, e cila ka barrën më të madhe të përgjegjësisë.